kem presion nga familja për me u bo dikushe. Unë jam Anduena edhe unë kum pas presion. Familjet shqiptare ekziston një farë mentaliteti që patjetër do të me u bo dikushe. Mirë po, kur është i shnaqëm ky presion edhe kur duhet familja me unal ma. I shnaqëm është kur ti veç jetu bo diçka një tone edhe e kini shtytje prej familjes me dhanë edhe ma shumë qa drejtem. Për shembull, e dina që ti munësh hala ma mirë me bo. E verzionin e pashëndetshëm të kësaj e kena përjetu besoj krejt. Këqyri qikën e sevdis, qush po munët aja. Qa kite që s'mon? Plause, më në plause tanë këta krye të thotë e ki. Do me thonë, hala shqiptarët nuk e kanë kuptu që krahasimi t'i mytë andrat, edhe kur gjës mrin me këtë punë, veç tin me jamari nati qikës sevdis. Presioni i shnaqëm është kur ti ka bën diçka edhe s'tutesh me shku me fol me familjen tane, se e din që veç kanë me të këshillu për ma mirë për herën tjetër. Tini Sloza? Unë e pepelo biologjime. E pashnaqëm është kur ti sun flen natën pe tutës se qysh kemi u kallëzu që ke dështun diçka. Edhe në fund, ëndrat e prindit po bëhen barë e fëmis. Ka një herë, prind ton s'kan mujt me realizu ëndrat e veta për shkak të rrethonave të ndryshme, edhe fëmia është mundësia e fundit që ata mujnë me shfrytzu për me arrit qatë qëllim. E ky mentalitet nuk funksionan me krejt fëmijët. Se ka një herë ma shumë bën dëm emocional se sa që ka sukses qaj fëmijë. Se kur ëndra e prindit përdoret si barë, fëmia mësot me jetu jetën e tjetër kojt, jo të vetën. Krejt kena drejt me u bo dikushe, ama dikushe që zgjedhin vetë.